Tani në pikat shkurta, besoj që keni më kuptu se nuk është mirë me sulmu Milazimi, me topin e tij, se topi i Milazimit ka shumë fitila. Një surë në Koran e ka emrin Suratul Mesel. Është në rënditje me numrin 111 dhe ka të bëj me paret, me lekt, dhe aty përmendet Ebu Lehebi. Ebu Lehebi nuk është gjaja i profetit, po është baba i zjarrit. Dhe në këtë rast, ky akademik i muslimanëve me budallakit e tij, është baba i flakës zjarrit në Kosovë, mirë po është edhe ignorant. Edhe ndoshta e ban edhe prej asoj që edhe ai ka qenë i programuar dhe nuk do të çprogramohet, ta kuptoj të vërtetën, se Kurani është libër dhe ajo çka flet Milazimi është politikë e ditës, e cila 90% asoj politikës është e vdekur dhe nuk korrespondon me realitetin e ri të shoqërisë në shtetin e Kosovës, duke i pas parasysh anketat e fundit, se mbi 75% e banorëve të Kosovës janë shumë të lumtur që është shpërbër Jugoslavia, në krahasim me Maqedoninë, ku vetëm 12% janë të lumtur që është shpërbër Jugoslavia, 88% janë të pikëlluar, dhe akademiku i muslimanëve ka qenë edhe një nga ideatorët kryesor dhe përkrahës kryesor para Albin Kurtit i Vredit, kuptohet, i lëvizjes Behsa në vitin 2015, janë edhe incizimet, janë edhe intervistat e tij, çaj e përkrah islamin politik, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Maqedoni, edhe gjithandej.